Deputeti socialist Erion Braçe ka reaguar për protestën e disa minatorëve në Spaç. Ai shprehet i revoltuar me ndërhyrjen e policisë së shtetit, e cila sipas tij është duke shkelur kushtetutën. Kjo sjellje policisë së shtetit, policëve të caktuar në të është e papranueshme. Shkel rënd në këtë rast me duar, këmbë një gojë të shthurur kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, shkruan Braçe. Në të thuhet qartë, neni 50 dhe 51 flasin se si të punësuarit kanë të drejtë të bashkohen lirisht në organizata sindikale për mbrojtjen e interesave të tyre të punës. I gjithë konflikti në minierën e bakrit në Spaç ka lindur se pronarët turq nën kontratë me shtetin për shfrytëzimin e asaj miniere nuk duan përfaqësimin e punëtorëve nga një sindikat e lishme. Kush janë këta që duan të mohojnë minatorëve një të drejtë kushtetuese? Në anën tjetër, në kushtet kur Shqipëria ka nevojë ulëritse për punëtor, kjo sjellje brutale e policisë ndaj punëtorëve është e patolerueshme. I kërkojnë inspektoriatit të punës të shkojnë në Spaç, këtë herë jo për drek pune, po për të garantuar të drejtat e punëtorëve, thot deputeti socialist. Mos e kaloni as jatro.